Si ke kaluar traumën e asaj nate, Elena? E kam kalu shumë me të drejtën, edhe para 5 vjetëve isha në vizitë në Shqipëni edhe shkume me hangër në Shirokë dhe ishe ba një lokal tamam aty ku jena arratis, edhe me të drejtën nuk hangra hiç, më ba një se i lamshën në stomak edhe më kujtunen komplet ata momentet kur hyp me nanije, kur na gjujten e tona ata Ishe 16 vjeçe. Ishe edhe shumë e vogël, ishe edhe shumë e madhe për të kuptuar, ti kuptoje çdo gjë, po shumë e vogël për të mos pasur frikë. Domethënë unë kur jam me vajzën në avion, pak turbulencë ka dhe ajo më kap dorën edhe thot kam frikë. Këtë mendoj, parafitro. Ishte shumë frikë se në pranë tem kur ishin në shtrim nania, unë kisha krytin e motorës vogël, që ishte vetëm 9 vjeçe, edhe ishte në gjumë, se i kishin bë gjilpana që të flej, që mos përtasin, edhe menosha të keqe, nuk menosha se do kaloshim, adin me thënë drejtën, menosha se do na xajnë, sepse 3 muaj përpara i xunin ato 2 shkodran që i shkranën për zgjatë Shkodrës edhe kisha parasysh atë moment. Edhe thosha, ku do përfundojmë, a do mytemi, a do na kapin, a do futen në burg, a do na vrasin, a do mesim pa mamë, a do mesim pa baba, gjitha këto. Po, babi jem me mamin të më kanë qenë shumë të fort dhe unë i kam herojt e mi ato dhe na kanë mundu me hekate, por unë pavarësisht se jam 54 vjeçe, jam e vrame dhe momentin kur unë e kujtoj këtë gjë e kam si plag, me të drejtën.